60% më shumë shqiptar preken nga sëmundjet tumoriale në ditët e sotme krahasuar me para viteve 90, por për specialistët shqetësues është mortaliteti, pasi 70% e rasteve të reja humbin jetën. Sipas të dhënave të regjistrit kombëtar, në një vit nga 4000 raste të reja shënohen 2800 vdekje. Shifrat më alarmante janë tek femrat për kancerin e gjirit, ku mosha ka zbritur deri në 35 vjeç. Kur dikur para 20 vjetësh predominonin rastet mbi 50, mbi 55, tani po kemi një zhvendosje 40-45, po ka filluar dhe 35-40, gati 70% e femra martoheshin para moshës 25, kjo është rritur biles ka kaluar mbi 30-ën. Është paksuar numri i fëmijëve, sa më tepër fëmijë, aq më i vogël është riski. Vjollca është një nga gratë e prekura nga kanceri i gjirit që tregon se nuk kishte bërë ndonjëherë mamografi deri në momentin që zbuloi sëmundjen. Kishit bërë ndonjëherë përpara mamografi? E pra, fare ku bonim nga këto gjëra. Po unë e diktova se ishte gjë, kur erdha këtu ai tha direkt se do bësh se e ke masë madhe. Sipas mjekëve, shifrat e larta të tumoreve tregojnë se masat për parandalimin e sëmundjes nuk janë efektive dhe puna duhet përqendruar në depistimin e popullatës. Rritjet mund të jenë në vit 3 deri në 5% rritje të numrit të rasteve. Në botën perëndimore lëviz nga 0,5 deri në 1,5%. Qytetet më të prekura nga sëmundjet kanceroze janë Tirana, Durrësi, Fieri, Lushnja dhe Shkodra. Tumoret kanë 46 tipe që prekin 3 deri në 4 herë më shumë popullsinë në qytet se në fshat. 60% të numrit në total lezën meshkujt dhe 40% femrat.